Labi emocionohet kur shef familjarët që marrin zarfin me urimin e tij për vitin e ri, një moment i veçantë dhe shumë prekës ka ndodhur së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, duke lënë banorët dhe publikun me emocione të forta. Labi, një nga banorët më të dashur për publikun, ka marrë një moment të rrallë lidhje me familjen e tij, kur ata morën zarfin që ai kishte përgatitur me një urim të veçantë për vitin e ri. Kur familjarët e tij hapën zarfet dhe lexuan mesazhet e përzgjedhura nga Labi, emocioni ishte i dukshëm dhe i ndjerë në çdo gjest. Labi u shfaq i prekur, sytë e tij u mbushën me lodh, ndërsa fytyra tregonte lumturinë, krenarinë dhe dashurinë që ndjente për të dashurit e tij. Ky moment u bë një nga më të veçantët e këtij sezoni, duke treguar anën njerëzore dhe të ndjeshme të një banori që përpiqet të mbajë ekuilibrin mes lojës dhe jetës personale. Urimi që Labi kishte përgatitur nuk ishte thjesht një fjalë për vitin e ri, por një mesazh i mbushur me dashuri dhe reflektim mbi vitin që po lëshonte pas dhe mbi shpresat për vitin që po fillonte. Ai kishte zgjedhur fjalët me kujdes, duke shprehur ndjenja të thella për familjen dhe duke treguar se sa shumë ata kanë rëndësi për të, pavarësisht se ndodhet brenda një loje ku çdo ditë është sfidë dhe tension. Reagimet e familjarëve ishin po aq prekëse sa ato të Labit. Ata u emocionuan dhe disa nuk mundën të mbajnë lotët, duke treguar se mesazhi kishte arritur thellë tek zemrat e tyre. Për Labin, ky moment ishte një kujtesë se, edhe pse loja është intensive dhe sfiduese, lidhjet familjare mbeten burimi më i madh i forcës dhe motivimit. Banorët e tjerë u mblodhen pranë tij, duke ndjerë dhe shpërndar emocionet që përshkonin dhomën. Shumë prej tyre shprehen respekt dhe mbështetje për momentin intim dhe të ndjeshëm, duke kuptuar se pas strategjive dhe lojës ekzistojnë ndjenja të thella dhe lidhje të palkundura. Publiku gjithashtu reagoi menjëherë, duke ndarë mesazhe mbështetëse dhe duke theksuar se ky moment